Jam këtu si një përfaqësuese e një grupi të qytetarëve që çdo ditë presin nga ne, nga niveli lokal dhe ai qendror, që institucionet të punojnë për problemet e tyre të marrin zgjidhje. Dhe unë jam këtu që t'ju tregoj se si mos konstituimi i kuvendit pritet i bllokoj komunat. Sepse bllokimi i kuvendit të Kosovës nuk është vetëm një debat abstrakt politik, nuk është vetëm një derë e mbyllur në këndërtesë. Pas çdo dite që kuvendi mbahet i mbyllur, është një qytetar që pret. Është një qytetar që pret, një familje që ka një hall, një komunë që ka një projekt dhe një nevojë që mbetet pa zë. Është një ndërmarrës në Ferizaj që çdo mëngjes e ha biznesin, paguan punëtorët, energjinë, tatimet dhe pret që shteti të paktën të krijojë kushtet për të punuar dhe për të hapur vende të reja të punës. Është një fermer në Rahovec që çohet para agimit, punon tokën dhe sot pyet veten nëse prodhimi i tij do të ketë treg, nëse do t'i mbulojë shpenzimet dhe nëse shteti do të jetë aty ku ati nevojitet. Është një student në Gjilan që dëshiron të ndërtojë të ardhmen këtu, por pret që politika t'i jap mundësi për arsim cilësor, praktik, punësim dhe në vend që ta shoh largimin nga Kosova si mundësinë e vetme. Është një zejtar në Prizren që e mban familjen me punën e duarve të veta dhe çdo muaj duhet të zgjedhë se cilën patur ta paguaj. Është një punëtor në Gjakov që merr pagën dhe pret që të arrijë në shtëpi, se si një pjesë të madhe do t'i shkojë për energji, për ushqim, kredi apo dhe obligime tjera. Është një pensionist në Mitrovit që kur shkon në banatore dhe në market, numëron çdo euro. Dhe ndërsa ne po hyjmë drejt muajve të vjeshtës dhe dimrit, ai mendon për faturën e energjisë, për ngrohjen, për ilaçet dhe për ushqimin. Është një nën në pej që çdo mëngjes duhet të gjejë zgjidhje se ku me lën fëmijën, sepse qerdhja që është premtuar nuk është ndërtuar akoma. Është një familje në Prishtinë që paguan çdo obligim tjetër ndaj shtetit dhe me të drejtë pyet: nëse unë po i kryej obligimet e mia ndaj shtetit, çfarë po bën ai? Dhe këto janë pasojat reale të institucioneve të bllokuara. Sepse një kuvend që nuk funksionon, nuk mund t'i trajtojë siç duhet nevojat e qytetarëve. Nuk mund ta zhvillojë debatin për politikat dhe buxhetet që i duhen komunave. Nuk mund t'i mbajë institucionet përgjegjëse. Prandaj, kur bllokohet kuvendi, nuk bllokohen vetëm deputetët, bllokohet zëri i qytetarëve që i kanë zgjedhur ata. Dhe komunat nuk mund t'i zgjedhin të gjitha të vetmet. Ato kanë nevojë për një kuvend funksional, për institucione qendrore funksionale dhe për bashkëpunim ndërmjet dy niveleve. Prishtina pritet të mbetet e bllokuar, pa unazën e jashtme apo Prizreni pa projekte digjitale. Kosova nuk ka kohë për të humbur. Qytetarët nuk kanë kohë për të pritur kalkulimet politike të askujt. Prandaj, kërkesa jonë është e qartë. Albin Kurti nuk mundet në njërin anë t'i gëzojë privilegjet e qeverisë, ndërsa në anën tjetër të mbehet i bllokuar konstituimi i kuvendit. Institucionet nuk janë pronë e një individi, po as e një partie politike. Ato janë të qytetarëve dhe duhet të jenë të hapura, ashtu si balkoni i hapur, ashtu dhe kuvendi i Republikës së Kosovës. Prandaj zotri Kurti, zhbllokoje kuvendin, riktheje funksionimin e institucioneve, ktheje qytetarëve zërin që ju takon. Sepse Kosova nuk mund të mbahet në pritje, ndërsa qytetarët vazhdojnë t'i paguajnë çdo ditë faturat e kësaj bllokade. Dhe për këtë, fajtor është vetëm Albin Kurti. Është koha për Kosovën. Faleminderit. Jemi sot këtu bashkë me Fjollën, Besnikun, por edhe me drejtarët, asamblesë, aktivistë të komunës së Prishtinës dhe të komunave tjera të Kosovës për të përsëritur edhe një herë kërkesën tonë për kthim të kushtetutshmërisë dhe të ligjshmërisë. Pra, ne po i themi sot troq Albin Kurti dy gjëra. E para qaj dhe ministrat e tij, të cilët janë në këtë objekt, janë uzurpatorë dhe duhet ta lirojnë këtë objekt. Dhe e dyta, ata duhet kthehen në kuvend dhe t'i hapin rrugë krijimit të institucioneve të reja të vendit. Pra Kosova po stagnon dhe me të drejtë e tha sot edhe Asamblesja e Komunës Prishtinës, sepse pasojat po i ndjejnë qytetarët e Republikës. Pra dëmi është shumë i madh dhe ka vetëm një njeri që sot nuk lodhet për stagnimin në gjitha drejtimet që ka Republika e Kosovës. Prandaj nga këtu i themi deputetit Kurti që të kthehet në kuvend, t'i hap rrugë krijimit të institucioneve të reja, sepse Kosova është projekt shekullor i shumë brezave dhe nuk mund ta shkatroj askush, as deputeti Kurti. Faleminderit shumë. Jemi bashkë këtu me kolegët e Partisë Demokratike që të përqojmë një porosi, e porosia është shumë e thjeshtë që shkelsi recidivist i kushtetutës vazhdon të strukët në zyrën e vetë. Ai 120 deputetëve të kuvendit Kosovës ja u ka marrë mandatin që ja u ka dhënë populli. Ai, një njeri i vetëm, nuk lejon
që të ushtrojmë detyrën tonë si të zgjedhur të popullit, të votuar nga sovrani në kuvendin e Republikës Kosovës. Ai e ka bloku konstituimin e Kosovës me të vetmin qëllim me gjetë diku një derë në mënyrë që edhe pozicionin e presidentit me e kapë për partinë e vetë dhe me këthy logjikën e partisë që udhëheq parti shtet. Mandati është i yni i deputetëve që na ka dhënë populli. Këtë mandat nuk guxon as Albin Kurti, as askush tjetër na e merr dhe veprimet që po e pengojnë mos konstituimin e kuvendit, rrjedhimisht konstituimin e institucioneve të Kosovës, ka vetëm një qëllim, dobësimin e Kosovës. Se po të ishte ndryshe, demokracia do të funksionante, ne do të ishim në detyrat tona dhe nëse do të kishte marrëveshje politike mirë, nëse jo, do të shkonim zgjedhje. Por qëllimi i tij është që të na privon neve si deputet nga ushtrimi i detyrës sonë si të zgjedhur të popullit dhe rrjedhimisht ta maj peng një vend, një shtet, një shoqëni, ta shetri par zgjedhje e rrjedhimisht na çon edhe një par zgjedhje për shkak se nuk ka as guxim, as dije me qeverisë me Kosovën, e mbi gjitha i tutet, i friksohet zëri qytetar që po rritet ditë për ditë më shumë kundër kësaj gjendje. Ju faleminderit.